Mirëmbrëma të dashur shikues. Më në fund Edi Rama ka vendosur të lirojë nga posti të famkeqen Belinda Balluku bashkë me disa ministra tjerë, pa ajo që ka rëndësinë është natyrisht Balluku, sepse për të ka kohë që është angazhuar opozita dhe sistemi i drejtësisë për ta larguar nga ai post në mënyrë që të mund të hetohet njësoj si qytetarët e tjerë. Gjithashtu nesër pritet protesta e radhës e Partisë Demokratike. Midis këtyre dy zhvillimeve zhvillohet sot ky podcast me aktivistin dhe antarin e Partisë Demokratike dhe të kuvendit kombëtar të Partisë Demokratike, Aulon Kalaja. Përshëndetje. Mirëmbrëma. Urime për shkarkimin e Belinda Balluku. Tani do thot PD-ja sot që e shkarkuam ne si shkarkuam Erion Veliajn? Shiko, me të thënë drejtën, unë mendoj më shumë që ishte një konjunkturë ndërkombëtare se sa një sukses i madh i opozitës kjo që ndodhi. Mendojnë që ky presioni i fundit nga ndërkombëtarët? Po. Besoj që Edi Rama u thirr me urgjencë në Bruksel para disa ditësh dhe shumë pak foli media proqeveritare për këtë takim. Jo vetëm kaq, të na e konfirmoi edhe ardhja e 2 eurodeputetëve në Tiranë, të cilët thanë që nuk duhet zvarritet çështja Balluku, dhe nga ana tjetër është një çështje që është gur themeli edhe për drejtësinë, pra cili do jetë raporti me reformën në drejtësi. Pavarësisht se këto ndryshime në qeveri nuk na thon asgjë për çështjen e të gjithë çështjeve, që është imuniteti i Ballukut në fakt. Po ti mendon që do ta ndryshoj ligjin Rama për ta mbrojtur Ballukun nga prokuroria, sepse edhe ky është një debat tjetër, përveç emrit të Ballukut. Kjo se krijohet precedenti që ligjet ndryshohen sa herë rrezikohen funksionarë të lartë të administratës, ky është problem. Këto janë ato ligjet që quhen ad hominem, të qepura për një njeri. Po, për hir të vërtetës, unë mendoj që zoti Rama ditën e dieshme ka bërë një autogol, sepse tani i bie dhe kauza për pezullimin e zonës Balluku. Pra, ai tha që është masë përshtatshme pezullimi, kështu tha Partia Socialiste, ndërkohë nga ana tjetër e sakrifikoi edhe e hoqi nga pozicioni. Atëherë çfarë kuptimi ka ndryshimi i neni 242 kur ai e hoqi nga pozicioni? Mund mendoj që Rama do që të na thotë gjithëve që ministrat e zonës kryeministrat kur i heq unë, jo juve. Shiko, për mendimin tim kjo është i fyrje shumë e madhe që është bë popullit shqiptar Kastriot, se ne kemi 4 muaj që merremi me një emër, Belinda Balluku. Populli ka vite që fyret. Po dakord, po ideja është që të merremi 4 vjet, 4 muaj, se tani ndoshta e çojnë edhe 4 vjet. Tani fakti që nuk do ta shqyrtojnë as me datë 5 mars, e kanë çuar me datë 12 mars, me sa mora vesh unë. Duan ta zvarrisin pra sa më shumë, ndërkohë që këto 4 muaj ne do duhet kishim bëj debat tjetër publik. Po shpopullohet Shqipëria, si do pasurohen njerëzit, vendet e reja të punës, ku e di unë tani, çështja e energjisë elektrike, po për me kuptu se si është gjendja e Shqipërisë sot dhe ç'është Ministria e Infrastrukturës, duhet me pa gjendjen e rrugëve, që është katastrofale kudo në Shqipëri. Ti je më i vjetër se unë, ke pa ndonjëherë që të izolohet Shqipëria në këtë lloj forme, domethënë? Ka pasur vetëm një rast, po jo për shkak të shembes rrugëve, për shkak të rreshjeve shumë intensive të dëborës në zonën veri lindore. Flas për kohën e komunizmit. Në vitin 85 ka ndodhur që për një farë kohe me javë të tëra nuk komunikonin dot Tropoja, Kuksi, Dibra me njëra tjetrën sepse ishin rrugët të bllokuara, ose më saktë fshatrat. Dakor, ne tani jemi në 2026. Por nuk kanë qenë shembje rrugësh. Ne po ka qenë rreshje të jashtëzakonshme bore. Besojmë që jemi për një vend si neve është luks që të flasim për Belinda Balluku, ndërkohë që i kemi rrugët cop-cop. Pra kjo është ajo që mendoj, na duhet një ministër që Po çfarë po i ndodh rrugëve? Po shembe në rrugë fshati, në rrugë nacionale. Shiko, po shembe në ura. Unë jam një nga denoncuesit më të mëdhenj çështjes rrugëve, sepse po denoncoj paktën një herë në 3 ditë, nga që unë vi nga terreni dhe i shikoj situatat. Tu është punu pa përgjegjësi fare, domethënë nuk e di se çfarë raporti kanë këta me infrastrukturën, nuk e kuptoj. Se ne sot e kësaj dite nuk jemi të qartë a duhet kalojmë te tuneli Llogaras apo jo, se nga transkriptet e përgjimeve ne kemi kuptuar që aty nuk ka hekur. Është ça tuneli rrugës Arbrit, është ça rruga Qukos Qaf Ploç, që është, domethënë, se aty vjen edhe për qesh kur e kujtohet rrugë gjithmonë, se kujtohet ato gratë që i kishte fut ky aktori portokallis që është kryetar bashkie, si e ka ky, që kishte fut ca gra dhe i knonin rrugëve. Ai Kolonjës. I Kolonjës, bravo. Ai futi ca gra aty, ca rroktare të bashkisë ku diun ç'a ishin.
edhe jemi popull që i knojmë rrugëve më. Pra, këto kanë pasnod majmen, domethënë majmusa majmen, për i kam panë dokumentar të Enver Hoxhës që shkotën i krahin, i binin dajreve, jepnin 2 gisht mjalë të hanin ato çapën e bukës për marsi. Të pohen këto skena në 2025 edhe të përfundoj rrugën në atë lloj forme, unë nuk e di, domethënë, prandaj them që unë kam një shpjegim pse përfundojnë rrugët e shumë. Sepse normalisht ti mund të vjedhësh 10%, 20% të buxhetit pa kërcitur, pa mbajt erë. Po nëse ti do vjedhësh 40, 60% apo 80% siç vjedh Belinda Balluku me shok, ti duhet lesh shtresa të tëra të rrugës pa bërë. Ose ti kthesh në flet cigarie ato shtresat e betonit, e çakullit, e xhavorit i duhen. Normali ti do shëm ato rrugë. S'ka rrugë tjetër. O do fitosh 5 deri në 10% rishfet dhe do ta bësh rrugën të mirë dhe do rroj rruga 50 vjet, 100 vjet. po, O do vjedhësh 80% dhe rruga nuk ka asnjë garanci. Mund të prishet nesër, mund të prishet pas 6 muajsh. Kastriot, me të thonë drejtën, ajo që më shqetëson tani është edhe emri që ka vendos Rama në vend të kësaj zonjës, sepse unë nuk mendoj që Rama është i fortë dhe e hoqi Belinda Ballukun. Unë kam një teori tjetër. Unë mendoj që Edi Rama ka bërë një marrëveshje të re me Belinda Ballukun. Dhe këtë gjë ma jep me kuptu emrat që ka vendosur mbrëm. Që 3 ministra hije. Po sepse 2 ministrat më të fuqishëm që janë vendosur mbrëm janë po të zonjës Belinda Balluku, që janë promovu nga zonja Belinda Balluku dhe që janë pjesë të aferave, se nuk bëhet fjalë vetëm për thjesht për njerëz besnik, se s'ka besnikrim politik. Këtu bëhet fjalë për shantazhe që këta i bëjnë njëri tjetrit në krimet që kanë marrë pjesë bashkë. Për shembull, personazhi që zëvendëson sot Belinda Balluku në krye të Ministrisë Infrastrukturës, sepse posti zëvendës kryeministër është post abstrakt, domethënë, s'e kam besuar kurrë që ka një zëvendës kryeministër në Shqipëri, po ministria që ka më shumë peshë dhe buxhet është një personazh i cili ishte drejtori i OSHE-s. Drejtori i OSHE-s i emëruar direkt nga Belinda Balluku, siç ka emëruar drejtorin e portit apo drejtor shumë të rëndësishëm. Sipas drejtorin e portit 24 vjeç. Patjetër. Ky njeri që vjen nga OSHE-ja, i cili nuk shquhet për një punë të mirë, me të thonë drejtën, se sa herë fryn erën në Shqipëri, në 2/3 e Shqipërisë, zona rurale, fiken dritat, se nuk ka investime në për shtylla tensionesh apo shtyllat e më të vogla se aq. Dhe ky njeri është sot një Enea Karakaçi quaj, për që unë kërkova, dhe ati zotrisi ishte marrë telefonin nga Spaku, ishte bërë kontroll banese, pra kodi për të bërë ministër është që patjetër ti duhet kesh dosje. Dosjen Spak apo dosje të fshet, nuk e di. Kesh marrëdhënie me kolegët. Pra ky njeri, unë mendoja që këta do na zihen një ministër normal. Pra kemi qenë këtë situatë jashtëzakonshme për 4 muaj, siç e diskutuam, domethënë Belinda Balluku, tani vendoset i ministër normal që të bëjë ca punë, të marr masa për rrugët, të jap një datë juglindjes që kur do hapet rruga, të thotë ç'a do bëhet me qaf ploçën, thotë ç'a do bëhet. Ata përmendë kishin bllokuar rrugën sot, kishin bërë protestë, kanë bllokuar rrugën. Pra protestën skrapar, nuk kam gjuhë ndonjëherë, nuk e di a ke gjuhë. Ka pas një protestë skrapar për me qeveritë sociale. Po pra, që atëherë, pra tani ka protesta dhe në skrapare, kupton? S'po themi për zonën e Krujës se këto i kam organizuar vetë, po flas që na duhej njëri normal në kryet kësaj ministrie. Jo, atëherë çfarë kuptoj unë nga kjo histori? Këtu kemi të bëjmë me një rinegociim, me një marrëveshje të re midis Ramës dhe Ballukut, për të shfryrë ndoshta edhe këtë presionin e ndërkombëtarëve, sepse unë nuk e besoj që zonja Balluku ka dhënë dorëheqje. Nuk e ka dhënë dorëheqjen, nuk e ka ofruar dorëheqjen tryezën e Ramës. Nuk e besoj që Rama ka thënë të vërtetën kur u tha që ma ka dhënë 3 herë dorëheqjen. Besoj që zoti Rama i është drejtuar Belinda Ballukut në një fjalim publik që vetëm ata mund ta kuptojnë, pra me kode që ke rrezikuar 3 herë që unë mund të të shkarkoja, por nuk të kam shkarkuar. Pra po të mbaj. Dhe këtë e besoj sepse kemi vetëm një burim, që është vetëm zoti Rama që thotë më ka ofruar dorëheqjen. Ne nuk kemi një konfirmim nga ana e Belinda Ballukut që thotë po ja kam dhënë dorëheqjen. Ajo ka zgjedhur të heshtë. Ne si gazetar të paktën kemi 3 burime për ta marrë një informacion sigurt, se e shoh në media që e kanë përqafuar këtë idenë që Belinda Balluku ka dhënë 3 herë dorëheqjen. Se ky numri 3 është edhe numër magjik me që jemi këtu te okulti. 3 herë e mohoi Shën Pjetër Jezu Krishtin pa këndu këndezje dhe Fanoli atëherë bëri atë poezinë dhe tha 3 herë do të mohosh pak dhir, faqe nxir. Kështu që besoj që është e njëjta situatë edhe me Belinda Ballukun. Këta janë si enët komunikuese për mendimin tim, janë si vëllezërit siames kur smuret njëri të shtin tjetri dhe mund më shumë siklet nuk kanë pa në Ramën
se ditën e djeshme që ju kam bajt disa herë fryma. Më kujtua ai fjalimi i armëve kimike, kur kemi qenë shesh aty dhe dëgjonin fjalimin e Ramës me megafon, me anë një telefoni, që 40 minuta folish që ne do t'i pranonim armët kimike dhe në fund fare tha ne kemi të pamundur të marrim pjesë të operacion. Edhe dje, po dëgjoje fjalimin, ky nuk do bënte as ndryshime në qeveri, as nuk do lëshonte Belinda Balluku. Ndërkohë ndark tha, domethënë e shkarkoi Belinda Ballukun dhe nga ana tjetër i kishte vënë dhe ambalazh që askush nuk do ta bëj punën që ka bëu Belinda Balluku. Sado mund tentoni, po vezën e kësaj asnjëri domethënë. Po vezën e kësaj nuk e bë askush. Dhe këtu më kujtua ajo reminiscenca e Verhoxhës që kur i qeronte këto dhe i priste kokat, i ngrinte në detyrë ose i fliste fjalë të mira gjithmonë. Edhe i gjom ka bëu përshtypje Kastriot nga gjithë kjo histori ose nga këto 13 vjet qeverisë. Si nuk u çu njëri me dhon ndërheqje. Me thonë një ministër, këtu në Shqipëri po shkojnë punët keq, ose nuk e përmbusha detyrën, ose kjo detyrë që më ke dhënë, nuk e bëj dot. Po edhe kur japin dorëheqjen s'bëjnë asnjë komunikat për shtyp. Jo më po këta domethënë i shkarkon Rama të gjithë. Me përjashtim ka përshtypjen të tij Shkëlqim Canit, që tha dorëheqja reale. Po atë do të përmendja. Po nuk ka thënë, po s'ka thënë asgjë pra. S'ka thënë asgjë. Pra, folur kurrë. Tu jemi në një batak, nga ana tjetër pastaj për intrigë politike, me të thënë drejtën, nuk e kuptoj se njësoj si në kohët komunizmit. Edhe në komunizëm ka pas një 2 dorëheqje, ministresh, po s'kan thënë absolutisht asgjë. Ka pas koment. Jo. Ajo që mboni përshtypje tjetër që ta zgjeroj pak edhe pyetjen është një ministër arsimi, një ministër drejtësie kanë thënë dorëheqjen 45 vjet. Ajo që mbëri përshtypje tjetër është se si këta e largun Mamicën. Kush është Mamica? Mamica është Elisa Spiropali. Vetëm ajo pati Mamica Skënderbeut. Po, mundësinë që ta quajtë Skënderbek, dhe si ka mundësi që ky i bie motrës vet Hasha, se Mamica me Skënderbeun ishin motër dhe vëlla. Domethënë, në rast se do t'i referojmë fakteve historike, Mamica ran luftime kundër Turqisë, paktën çka kemi lexuar, çka kemi pa nga filmi, i 53-shit. Por ky i preu kokën. Domethënë, një njeri i tillë me standardin e Ramës, unë besoj që do të qëndronte sa të jetë Rama në pushtet, sepse servilizmi dhe lëpirja në këto nivele patjetër që Rama e vlerëson, Është edhe shkolla e Sorosit ajo. Po, Leça po si modest, por këtu ka i shpjegim. Kemi pas një konflikt në prapaskend midis Belinda Ballukut dhe Elisa Spiropalit. Prandaj them që gjithçka është bërë me marrëveshje e ditën e djeshme. Kokën e Spiropalit ndepsi e ka bërë Belinda Balluku. Dhe me ikjen e saj mori edhe këtë zonjën tjetër e cila po tentonte me luaj disa balanca dhe i thirrin ndërgjegje socialistëve off the records, po flasim gjithmonë që Belinda Balluku për Partinë Socialiste është kthyer në një kosto. Ta heqim sepse ne po humbim vota, po humbim reputacion etj. Kështu që unë gjykoj edhe në vazhdën e këtij mentaliteti është edhe deklarata Ramës që tha Belinda Balluku më dha 3 herë dorëheqjen për të shuar zjarret që kishin ndezur tani më në Parti Socialiste. Pra unë gjykoj që ta mbyll dhe t'i vej pikë fjalisë që Belinda Balluku nuk është një ministre e radhës. Belinda Balluku është projekt politik për mendimin tim, ka sot 12 deputet brenda Partisë Socialiste. Jo ata të qarkut fjerit, por një pjesë e mirë të qarkut fjerit, ka sot disa ministra dhe që të godasësh Belinda Ballukun, do ta godasësh me marrëveshje ose me negociat, pra duhet një marrëveshje midis tyre. Këtë mendoj unë. Por po kjo sigur edhe këtë zëvendës drejtorin e ri të përgjithshëm që gjetit në përportin e Durrësit e ka marrë nga Fieri dhe që nga vllai një kandidati për deputet të Partisë Demokratike. Po, e vërtet. Vazhdojmë me sloganin opozitar pro vlezër. Patjetër. Po shiko, Rama kur erdhi në pushtet, jo, në fakt ishte një thënie 2009-s për 8 mahitës dhe djathtës. Po. Dhe besoj që ka qenë momenti për ta aplikuar tani. Kjo është fyrje e dy anshme, se është e para fyrje për opozitarizmin, domethënë për njerëzit që vazhdojnë të bëjnë akoma opozit, po secili kryq në vet, patjetër. Po është fyrje edhe për socialistët nga ana tjetër, sepse ata pretendojnë një vend pune. Ti je zëvendës drejtor në i portit në Shqipëri, është një vend ku më vjedh në i para, apo jo, se kjo është ideja që ti jemi realist. Dhe jo vetëm. Po, kështu që këtë do ta mund të kesh punë edhe me kontejner bananesh. Po, patjetër, po. Pra aty të shkojmë te parja, domethënë se bananet me sa mora vesh në Shqipëri nuk shiteshin. Jepen falas. Po ka superprodhim në Ekuadorin. Po pra.
Prandaj po them, kështu që se s'është banani janë qëllimi. Luzit kemi marrëdhënie të mira me Ekuadorin, kështu që na duan atje. Edhe mendoj që është, po kemi edhe njerëz tjerë që do ikin nga PD-ja. Kanë shku shumë, të jemi realist. Domethënë, shiko, njerëz pa profil të lartë publik, se jo të gjithë njihen, por nëpër komunitetet e tyre bëjnë sens sepse janë njerëz që drejtojnë deg, janë nënkryetar partish, janë antar kryesie, janë kryetar seksionesh, janë demokrat, familje demokratësh, cilët janë marrë dhe janë plazmu, domethënë në pushtetin e Edi Ramës, siç është rasti Dash Sulës apo ku diun tani këta të tjera ç'është. More, ky Dash Sula kishte ca video montazhe fantastike, por që thoshte është një pushtues e Rama, atë që na ka bë, ky s'na ka bë as Osmanët as serbët. Shiko, koherent. Pastaj thoshte në vizionin tënd, në ndriçimin që na ke dhënë ti, u shoh rrugën. Ne si jemi armiqe be. Unë dhe ti. Jo, kjo është logjika tani pra e këtyre që shkojnë majtas. Po. Shiko se ne si jemi armiq, ne duhet të bashkëveri për Po ne hir të të dy integrimit. çfarë bëjmë ne? Pse nuk marrin një ofertë nga Rama? Pse si çojmë një SMS ti themi shiko se ne jemi gati Po ti në djenin time e ke pas ofertën edhe se ke pranu, domethënë. Jo, nga Rama? Jo. Nga Rama, nga kauza e teatrit, domethënë di ke qenë eksponenti kryesor aty. Jo, s'kam pas ftesa, jo. Tani unë di që janë ofruar domethënë aty, por ju nuk Te unë jo. Me pra tani tek Jo, pra jo, nuk kam pas ofertë unë nga Rama. Jo nga Rama, më por nga Bashkia e Tiranës, nga Jo, mas ka Bashkia e Tiranës. Po tani aty u mataruan zgjidh artistët. mataruan atë që donin, po unë- po kupton. Po dakord, më unë vazhdoj të kem atë shtëpi që kam pasur. Po unë e di se Vazhdoj të unë të shtëpia jote mos isha paguaj- se marrë me makinën tate erdha, të po mos flas. paguaj sigurime shëndetësore dhe pensionale. Para fabrikatë vëlla, se unë njoh mirë ç'a jeti, po ideja është unë mendoj këtë gjë që jo mendoj, po kam fakt që te protestat e teatrit paktën artistët, ata që rrifnin gjoksin dhe marrin fjalimet më pompoze, u sistemu në shtëpia. Si të pastre, si kredit buta, si njerëz që i banonin me 5 persona. Mirë, po Ose- thjesht për njerëz vërtetës nuk kam pas ofertë për ta shitur kauzën. Nëse unë Edhe nuk dua të bëj heroj, nuk po Kisha them as që informacion do ta shisja ose nuk do ta shisja. unë kam Po, nuk kam informacion pas. tjetër. Tani ti kur e konfirmoti unë tërhiqem. Po di për ca personazhe të tjera që është tjera, fakt që po. morën ca shtëpia apo jo. Tani se s'po Por bëj projekte, projekte, shtëpia, vend pune, tani këto janë mbështetje. mbyllje dosje, se Patjetër. ka dhe mbyllje dosje, Po, domethënë, patjetër që s'japin ka. asnjë lek. Po Po, vetëm të tregojnë dosjen tënde dhe të thonë, shiko, po duhesh e hapim, po duhesh e mbyllim. edhe prandaj shiko, po gjithmonë kjo ka qenë për çfarë sundon çdo lloj proteste, patjetër. Po ti do t'i bëje shumë punë Ramës, po të kaloj Ylberin. Si vetëm demokrati. Unë Ke edhe një histori protesta civile, ke edhe ca qëndrime patriotike. Unë Ylberin e Orrejo Kastrioti e di shumë mirë, këtë partnerën time me Ylberin, e kupton? Të Ylberin figurativ se. Po pra, Ylberin e vërtet që shfaqet në qiell, e duam jo, të gjithë. Ylberin që ja japin kalamajve këta, domethënë, për këtë Ylbera Po ka pra fjalën. simbolin e Po Ylberit. simbolin që është bë domethënë tani edhe që ta dish, unë kam qenë në këshill kombëtar të Partisë Demokratike me që prezantova ashtu edhe ngacmova dhe i kam propozuar Partisë Demokratike daljen nga EPP-ja dhe futjen e kësaj partie në tek Patriotët për Evropën. E kam bë propozim me shkrim. E kam bë propozim me shkrim, jam çuar dhe kam folë dhe e kam dorëzuar dhe në sekretari dhe pres mbledhjen tjetër se çfarë vendimi do merret, domethënë për këtë çështje. Po ashtu përveç kësaj i kam kërkuar që Partia Demokratike të bëjë të ngrej një komision hetimor brenda saj për të nxjerrë në pa urdhëruesit dhe zbatuesit e mbledhjes firmave për avokatën e popullit. Këtë pupacin që u zgjedh herën e fundit. Këto janë qëndrime publike të mia që i kam bajt aty dhe i kam dokumentuar dhe me shkrim, dhe pres përgjigje më thënë që ne do t'i marrim në shqyrtim mbledhjen tjetër sepse mbledhja që i propozova ishte për fillimin e protestave dhe ishte mbledhja e parë që mbas humbjes zgjedhjeve të 2025-s. Pra, kishte punë tjera partia në ato momente, s'kishte kohë. Mirë bëre që e solle këtë për Po diskutim. e nuk e kam thonë herë me të thonë drejtën. Jo, kështu mirë bëre sepse unë dua tani të flasim pak një 5 ose 10 minuta për çfarë është e djathta e vërtetë dhe çfarë janë konservatorët e vërtetë, edhe sa është PD-ja e djathtë e konservatore. Ti e di se kemi diskutuar dhe bashkë, kam thënë në emision që para një 10 ditësh Parlamenti Evropian ka miratuar një rezolut e cila nuk është detyruese, nuk është ligji i BE-s, po është shpallje qëndrimi që gratë trans janë gra si të gjitha të tjerët dhe madje propozimin që ka pasur nga një eurodeputet për të amenduar rezoluta, për të shtuar një pikë ku thuhet që
vetëm gratë biologjike mund të lindin, jo gratë trans, që domethënë kanë qenë burra, është rrëzuar me shumicë votash. Dhe për fatin ton të keq, unë e quaj fat keq edhe për shqiptarët këtë gjë, sepse kemi pritur shumë nga EPP-ja, nga Partia Popullore Europiane, shumica e deputetëve të asaj partie kanë votuar pro rezolutës. Edhe vetmet grupe parlamentare që kanë votuar kundër kanë qenë pikërisht patriotët për Europën dhe grupi i reformatorëve dhe konservatorëve. E vërtet. Tani ti propozon që Partia Demokratike të bëhet antare e patriotëve për Europën. Çfarë ka ky grup që duhet të interesojë PD-s të djatëve shqiptar, konservatorëve shqiptar? shqiptar? Këtë argumentin që sollet ti, se unë gati u njoh, po ky është i fundit. Po ky është i fundit, po shumë i rëndësishëm se tregon vokacionin ton se ku jemi. Shiko Kastro, unë mendoj që është domosdoshmëri në Shqipëri një hapje i debati ideologjik për me kuptuar se ku besojnë palët. Unë mendoj që është shumë e rëndësishme, pavarësisht se këtë mendim ma kanë injoruar shumë njerëz dhe thonë, "No, këta s'kan lek me hongër buk, njerëzit kështu ashtu", domethënë. Me këtë ide do vazhdojmë gjithmonë, njerëz s'do kenë domethënë me hongër buk. Patjetër, por ne duhet të kuptojmë që ku besojmë mirë e para. Ne nuk mund të bëjmë dot eksperimente të shkruajmë në preambulën e partisë që jemi e djathtë konservatore e qendrës, sepse vetëm këtë nuk e kuptoj, nuk e kam parë një parti tjetër që ta ketë këtë lloj shkrimi, domethënë. Jo se ka, dhe unë besoj që se ka. Po pra, asnjë parti. E djathtë konservatore e qendrës. Po kjo është çmenduri, domethënë. Së dyti unë e kam propozuar për arsye domethënë që cila është marrëdhënia jonë me Soros në parti. Se një nga amendamentet që unë kam çuar aty është desoroizimi i Partisë Demokratike. Për këtë doja të të pyesë se nuk e përmendën në fillim këtë. Jo, nuk e përmendën se tjera, po jo këtë. Jo, po, dhe kjo është shumë e rëndësishme. E kam çuar edhe këtë. Dhe kam tregu, domethënë, jam tregu shumë i përpikt dhe si ta them, kam shpjeguar mënyrën se si do bëhet ky proces. Pra, që do ngrihet një komision brenda Këshillit Kombëtar me një mandat 4 vjeçar, i cili do ketë 1 2 3 4 5 detyra. Kam shpjeguar, ta kisha ditë kisha marrë dokumentin me vete, se çka kam parashikuar. Po s'ka me dy fjalë tani. Po pra, është ideja që të gjithë ata njerëz që kanë përfituar fonde nga Soros, një lloj dekriminalizimi. Po, që kanë përfituar shkollim, që i kanë shërbyer George Sorosit, që kanë bajtur. Duhet të bëhet me vetë deklarim kjo? Po, me vetë deklarim dhe komisioni duhet të verifikoj. Unë e kam bërë në mënyrë timësishme këtë. Pasoja çfarë është? Ta zë unë antari i Këshillit Kombëtar dhe deklaroj që ka marr kaq financime, kaq bursa, kaq bileta udhëtimi. Nuk mund përfaqësosh Partinë Demokratike në nivele të larta, as të administratës, as brenda Partisë Demokratike. Mund të jesh antari. Duhet të jetë përjashtim. Patjetër. Mund të jesh antari i PD-s. A nuk mendon që do të mjaftonte të ishte transparent si faktor, pra jo ndalimi për zgjedhje. E di pse ta them këtë gjë. Edhe me dekriminalizimin e famshëm që kemi bërë neve, unë kam një problem. Unë personalisht. Dakord, ne duhet dim gjithçka për deputetin që zgjedhim. Duhet të dim të gjitha dënimet, të gjitha rastet kur është arrestuar, ndaluar, se duhet kuptojmë nëse ai njeri është i dyshuar për aktivitete të palishme apo jo. Madje edhe kur prokuroria nuk e ka hetuar, por neve na krijohet ideja që ka pasur bazë për hetim. Nga ana tjetër, mjafton shembulli Donald Trump për të kuptuar që drejtësia edhe mund të instrumentalizohet, mund të përdoret si armë. Dhe mund ta godasësh një njeri, ti ngresh një çështje, edhe pastaj i prish karrierën politike, ndërkohë që ata që duhet vendosin janë qytetarët. Pse themon që duhet vendosin qytetarët? Presidenti apo parlamenti apo kryeministri, varet nga kuadri ligjor që ka çdo vend, kanë të drejtën të ofrojnë amnisti. Falje. Siç e bëri Farik, që fali familjen e vet, Joe Biden. Po, domethënë ti ke drejt falesh unë si popull që zgjedh edhe ty, se pushteti jot buron nga unë. Patjetër. Unë s'kam drejt fal. Pra, unë mendoj që duhet transparencë plot për biografinë e çdo të zgjedhurit, por në fund ata që duhet vendosin duhet të jenë qytetarët. Ti më thua, unë e kam futur në burg Aulon Kalan për pjesëmarrjen protestë palishme, ka goditur një polic, ka djegur një makinë policie. Le mua si qytetar ta vendos nëse ajo që ka bërë Aulon Kalan ishte e drejtë. Sepse ti ndërkohë po shef që parlamentet dhe qeveritë në botë janë të mbushura me pedofil. Dhe pedofil që jo thjesht bëjnë seks me të mitur, por në fund edhe i vrasin. Shumë i drejtë. Pra, përballë kësaj që ndodha, mund ta djegim ne dikë? Shiko, unë do më thënë të gjithë të njëse me kam bërë që të demotivohen, sepse ne personazhe të tillë kemi pas ministra, nivelet larta, etj. Por
cili ka qenë qëllimi kryesor? Shiko, ne nuk mund të jemi edhe me Trumpin edhe me Sorosin. Këtu jam dakord. Pra, Absolutisht dakord. Duhet kemi lloj sinqeriteti. Partia Demokratike, një segment i saj ka kërku, domethënë përjashtimin ka mbajt një njëjtin qëndrim për Orbanin kur Bashkimi Evropian kërkoi që të merren masa ndaj Orbanit. Me këtë histori, domethënë. E kupton? Pra, unë mendoj që radhitja jonë tek patriotët për Europën, besoj që do të na bënte neve një partner shumë i besueshëm për lidhjen direkte që mund kemi me presidentin e Shtetet Bashkuara të Amerikës Donald Trump, sepse për mua është domosdoshmëri radhitja e Partisë Demokratike në këtë vijë politike dhe tregojmë seriozitet të luftës që kemi me Sorosin, pra jemi serioz dhe pa diskutim që është çështje të gjithë çështjeve mbrojmë familjen dhe pikërisht çështjen që ti ngrite pak më parë, po edhe për shumë çështje tjera. Që ta kuptoj publiku, cilët lider europian duhet të ishin pika referimi për Partinë Demokratike, liderët e parti europiane. Lider, domethënë nga buron linja e Donald Trump, presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, këm po mbështet ai, cilët lider po mbështet. Pra ai po ka një mbështetje drejt për Viktor Orban. Dhe unë mendoj që ne pa diskutim mund ta kemi radhitur diçka më pak për Nigel Farage. Patjetër, edhe për Melonin deri diku, pavarësisht se unë domethënë kam rezervat e mia për atë, por për me tregu një akt besnikërie dhe linjën se ku ne jemi, se shiko, ajo është një projekt politik shumë i vogël, patriotët për Europë, përfaqësojnë shumë pak njerëz, ama përfaqësojnë moralin, përfaqësojnë seriozitetin. Kështu që unë gjykoj që një provë për me tregu se ku ne besojmë, patjetër do ishte edhe kjo. Cilat janë partitë e djathta europiane konservatore që ti do doje të ishin aleatët të Partisë Demokratike. Supozojmë se je ti kryetari i Partisë Demokratike sot, edhe do përcaktosh në një dokument linjat kryesore të politikës jashtme, do vendosësh cilët janë aleatët e tu. Cilët do zgjidhje në listën e aleatëve? Sigurisht para do zgjidhja Partinë Republikane e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Po. Se ajo është ylli polar, domethënë. Dhe patjetër çdo lloj partie tjetër që ka në shtyllat e saj kryesore pikërisht çështjet që ne diskutuam. Domethënë çështjen e Sorosit, çështjen që ka të bëjë me mbrojtjen e familjes, me që kanë tani kjo çështja pronës, domethënë nuk konsiderohet jashtë shtetit siç është këtu në Shqipëri. Ne kemi problem. Është problemi pa zgjidhur prona. Është problemi pa zgjidhur, po kjo është çështje shumë e rëndësishme mendoj unë për të trajtuar në Shqipëri, që s'ka vëmendje fare. Pra këtu është punu se si mos jepet. Mirë, po rritë partitë europiane. Pra, më the Viktor Orban dhe partinë e tij Fidesz do ta dojë aleate. Edhe në Francë absolutisht partia e Le Pen është një parti e cila na shkon për shtat, për marrëqimi kombëtar. Është edhe AFD-ja në Gjermani. Pra, alternativa për Gjermaninë. Pra këto janë pak a shumë partitë cilat neve, domethënë se në Itali unë nuk besoj shumë, me të thënë drejtë, se i shikoj shumë populist ato partitë italiane. Me ne i përjashtim janë simpatik në opozitë. Po, më kanë zhgënjur shumë, me të thënë drejtën. Të tre partitë e rëndësishme. Deklarata Salvinit atëherë Po jo vetëm me Salvinit, kjo punë filloi që me të famshmen 5 Stelle, lëvizjen 5 vjet. Po jo, deklarata Salvinit. Bënin në opozitë ata të kënaqtin kur i dëgjoja në opozitë. Jo, doja trajtoje vetëm një deklaratë që m'la shumë bresa atëherë dhe u emocionova sinqerisht, që do ta luftojmë Sorosin ashtu siç luftoi Skënderbeu Turqit. Po. Pra, kjo thash tani. Të mësojmë nga shqiptarët tha. Po pra, se si të vegjlit ngrihen dhe fitojnë kundër të mëdhenj. Pastaj kur e pash qeveri, domethënë me ato manierat, me ato domethënë akrobacitë që t'jap 5 vota, m'jep 3 vota, bëj këtë, bëj atë, shiko se ne do ta moderojmë Melonin flamurin e antisorosizmit, sa kohë ishte në qeveri, tani që janë bashkë në qeveri nuk flet as Meloni për Sorosin. Fare, Meloni domethënë te bordi i paqes që bëri Trumpi çon Italinë, domethënë si shtet vëzhgues etj, pra mirë me vjerrën, mirë me burrin. Unë nuk jam për këtë qendrim, unë jam për qendrime të forta. Domethënë, duhet tregojmë po mirë, me që përmendë bordin e paqes, nuk të duket se Rama ju ka vjedhur Donald Trumpin? Duke qenë më aktiv se sa evangelistët sionistë në SBA? Shiko, mendoj që Edi Rama nuk ka marrëdhënie me presidentin e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Po ka me Jared Kushner. Unë di që ai ka kërkuar një takim sekretarit shtetit, Marco Rubio, i ka kërkuar takim zyrtar dhe ai nuk është prit, nuk është marrë fare në konsiderat. Po nuk ka rëndësi. Ndryshe nga çu prit presidenti i Kosovës.
Pra ata e kanë përcaktuar vijën politike, me sa kuptoj unë, edhe nga gjua publike, Gjeret Kushner është shumë i rëndësishëm, nuk është thjesht unë nuk kam ne respekt për të, domethënë. Po s'është respekti, jo. Shiko, Kur po unë pra, shok që them ai ulet në tryezën e bisedimeve për Ukrainën. Patjetër më nuk diskutohet se është Ulet në dhëndri. tryezën e bisedimeve për Për Gazën. Gazën, patjetër. Jo se është dhëndri, jo. Jo se ka dhe tjera i dhëndra e nuse, po nuk. Dakord, ai vjen nga i familje ti e di më mirë se unë dëni, se mirë, pra, çfarë do të thënë familje janë ata. Nuk është kaq pa pesh, Gjeret Kushner. Jo, nuk është pa pesh, po unë lexova të paktën atë që tha Trumpi, sepse shiko, Shqipëria i duhej për legjitimitet bordit paqes. Unë këtë mendoj. Domethënë Trumpi po mundohet të sfidojë OKB-n, që ta themi të hapur. Po. Dhe sa më shumë shtete aq më mirë për Trumpin. Po. Shqipëria është një nga ato shtete, është një flamur aty, pavarësisht sa i parëndësishëm është. Edhe Kosova është një flamur aty. Kur ai filloi duke i thurë lavdë edhe liderit Vietnamit, dhe me Edi Ramën tha që është dhe kryeministri i Shqipërisë, aty kuptohet gjithçka për mendimin tim. Shiko, nuk po them unë që ka një marrëdhënie speciale të Pas një lloj marrëdhënie nuk ka. Nuk e thash atë. Në gjykimin tim. Unë them që Rama e ka kuptuar shumë mirë që tani Sorosi nuk e ndihmon dot Po në tjetër. situatën që Po është. ajo me Trumpin. diskutohet, ai po mundon të suskojë domethënë. Po pra, po e ndihmojnë sionistët. Po jam dakord, por Fakti që e thrasin Izrael, shumë e japin vërtetë, dekorata. unë gjykoj që as sionistët nuk e shpëtojnë dot në marrëdhënie me Trumpin. Këtë mendoj unë. Por gjithsesi kjo vlen për tu pa. Fakti që ata, domethënë në politikën shqiptare kanë zgjedhur Vjosa Osmanin, është edhe shumë sfiduese për Shqipërinë, po ta shikosh. Domethënë të zgjidhet Po ta zëm se kanë zgjedhur Vjosa Osmanin. Çfarë ndikimi ka Vjosa Osmani në Shqipëri? nuk këtë po them pra, kjo Zero. po pikërisht këtë po thoja. Pra, natyrisht ne jemi mësuar Ja që ta zëm se ndikon ka Albin Kurti. ne jemi mësuar që peshën specifike ta mbajë Shqipëria në këto marrëdhënie ndërkombëtare. Për çështën Po. shqiptare po flas, ë, Po. se jam përtej Shqipërisë tani. Fakti që ata zgjedhin liderin e Kosovës, ky është problem edhe për neve, ë, ma kupto logjikën, pra në këtë kuptim e kam. Por që unë besoj që zoti Rama nuk ka asnjë marrëdhënie me Trumpin. Këtë besoj. Unë nuk thash që ka marrëdhënie, unë thash që jo ka vjedhur në kuptimin e influencave sepse Po ka kjo është kryeministri. është lidhur me lobin e duhur, me lobin sionist. Mendoj që nuk ka shpëtim as aty. Kur thua s'ka shpëtim, çfarë do shkojnë në burg Rama? Shiko në spiralin që ai është futur tani, se kthehemi prapë te tema e parë, Ai është mandatin e 4, do ta Po. mbaroj mandatin e 4. mandati 4 të ndryshosh 7 ministra, domethënë për 5 muaj të mandatit të 4 është qeveria më e konsumuar, të paktën në Evropën perëndimore, me aq sa kam pa unë politik. Prapë kjo s'tregon asgjë. Unë do të kuptoj më shumë se si do të sillet ai për imunitetin e zonjës Balluku. Sepse ai ka pranuar një përplasje të hapur me ndërkombëtarët tani, jo se do bëjnë çudi ndërkombëtarët, se duket sikur ne I kemi shpresat vetëm te ata, por natyrisht që presim edhe I dorë nga ata, sepse me sa duket fuqitë vendase janë të shtëruar deri diku, por gjykoj që kjo marrëdhënie paqe armatosur që ka Rama me ndërkombëtarët, po edhe me Belinda Ballukun, kjo marrëdhënie shantazhi që ata kanë me njëri tjetrin, unë besoj që këtu I referohet Berisha asaj fjalisë kilometri fundit. Kilometri fundit është pikërisht marrëdhënia Rama-Balluku. Domethënë ti mendon që Rama është kilometrin e fundit. Okej. Në rast se nuk e lëshon Belinda Ballukun, besoj. Po edhe në rast se e lëshon, sepse nga korridoret politike që kemi dëgjuar, ata kanë thënë që dosja abstain është lule përballë asaj që do I ndodhë Ramës në rast se do ketë një lëshim Belinda Ballukut, por imunitetin po flasim gjithmonë, jo poste ministrisë, ajo ministrat I ka, ajo grupin parlamentar e ka. Ajo presupozohet që ka 12 deputet dhe llogaria ime është kjo, janë 83 deputet nga Rama. Në rast se do ketë lëvizje tektonike, ikin 12 deputetët e Belinda Ballukut, të cilët nuk është se I ka njerëz të besuar, po I kanë afera pra, këtë duhet kuptojmë. Atëherë 71 mandate ngel Rama, po kemi edhe një sasi deputetësh që e ka Erion Veliaj, I cilin prapasken po pret pikërisht momentin më delikat të Ramës për ta kafshuar. E tregoj Ti mendon që do vet- rrezohet me vot besim Rama në parlament? është një opsion për mendimin tim. Më Dakor, fal. ti shkojmë këtij skenari. Do t'japi argument Okej. tjetër. Okej. Erion Velia e tregoi veten tek vota e 4 në gjykatë kushtetuese kundër Ramës. Ajo vot që gojtë e liga deri diku thonë që u shantazhu dhe me video, antari 4 që votoi, që nuk pritej që të votonte.
besoj unë shpjegon shumë për realitetin politik që ne jemi këtu. Pra, është kjo qetësia para fortunës për mendimin tim. Në rast se do kemi zhvillime në këtë drejtim që po të them gjithmonë. Një gazetë austriake ka folur për video me përmbajtje seksuale. Unë jam i pari gastriot që e kam thonë këtë teorinë e videove, kam thonë këtë deklarat para një muaji, nëse zëvendës kryeministri në ekzil Arben Ahmeta ishte manjak për dokumentu me shkresa korrupsionin, ne kemi të bëjmë i manjake me video për dokumentu bashkëpunimin në afera, sepse e ka kuptu që e vetmja mënyrë për me vjedh dhe për me qëndru është vetëm kjo lloj forme. Dhe kjo zonjë, tani ne femrat janë më racionale se neve, ka punu me men. Unë mendoj që ajo kam informacion që ajo ka video, dhe jo vetëm ajo, po edhe organet e drejtësisë që përfshihet vetë Edi Rama te këto video. Nuk do habitesh që ajo kishte video të Ramës, por në këto kushte po i shkojmë ti skenari. Pra ti po thua në një pikë të caktuar Belinda Balloku i merr Ramës 12 deputet. 2 apo 3 apo 4 sa duhesh ja merr Erion Veliaj. Po i ka Erion Veliaj, po deshet i them emrin. Në rregull, jo më. Po. Thuaj për jo më s'ka po njerëzit ata që kanë mbështetur Erion Veliaj. Problemi është ky. Sipas kushtetutës ti e rrëzon teknikisht kryeministrin me shumicë vote në votbesim, por nuk e rrëzon de facto nëse nuk zgjedh një kryeministër tjetër. Zgjedhjet parakoshme nuk ka. Është mbyllur shtegu i zgjedhjeve të parakoshme. Sepse duhet zgjedhësh kryeministrin e ri. Dhe po u zgjodh kryeministri i ri, vazhdon. Po nuk u zgjodh kryeministri i ri i vjetrit detyrë. Se kështu e kanë bërë kushtetutën këta. Mund të kemi zgjedhje kryeministri marrëveshje. Midis pak. Pra ti mendon që këta të 12 plus ata të 3 po themi të edhe opozita 15, përveç se votojnë Ramën kundër, do votojnë një kandidat opozitës pro? Jo të opozitës. Nuk e them të varet se çfarë marrëveshje do bëhet pastaj, sepse këtu kemi pa lloj-lloj historish. Që nga alianca që s'ka tjetër, kjo është. Që nga alianca o do bashkojnë votat me PD-n, këta 12 plus 3 me PD-n. Pra, unë besoj që Rama ka i hall në të momente që është pikërisht zgjedhjen qeveri teknike. Po, mund zgjedhjen qeveri teknike. Pra ti thua që këta të 15 me vedije do rrëzojnë Partinë Socialiste nga pushteti, se pastaj pora në këtë formë Partia Socialiste sigurisht nuk vjen më në pushtet. Kastriot, tu bëhet fjalë për burg. Bëhet fjalë për mafja i zgjidh problemet me vrasje. Nuk ka unë besoj që mund të ketë vrasje, po unë nuk shoh mënyrë për të rrëzuar Ramën, sigurisht ka mënyra të ndryshme. Shikoj, në ekip mafioz nuk ka dashuri, ka qëllime të përbashkëta. Kështu që përveç asaj që quhet mosbindje civile, që PD-ja e përdor, por nuk e ka bërë kurrë. Ajo është histori tjetër. Unë po them për skenar politik tani çfarë mendoj unë. Pra projeksioni që unë mendoj, sepse unë mendoj që muaji që vjen është shumë i rëndësishëm për me kuptu shumë gjëra se çfarë po ndodhin në Shqipëri, që varet gjithmonë nga imuniteti i Belinda Ballukut. Sepse ne për herë të parë mas 13 vitesh kemi një deklaratë sado gjysmake nga Bashkimi Evropian që po i bie Ramës. Pra kemi një eurodeputet që thot një sekond se kjo çështje është çështje e rëndësishme dhe do varet drejtësia nga kjo çështje apo mos ketë vonesa e tjerë. Kemi pasur një deklaratë tjetër të tillë përpara? Jo. Në rast se ky do ta vazhdoj, unë mendoj që deklaratat do intensifikohen, pastaj do shkojë te sanksione, se ndryshe nuk ka. Dhe ky futet në një spirale dhe ndryshimin e 242 për ç'është për të mbrojtur avokatën e popullit, se unë aty e pash, ishte që avokati i popullit, ky Shabanica i Sorosit, apo një nga personazhet mbroi dhe avokati. Unë besoj që e ka bërë për vetën e vet, sepse ikën barriera midis Pakut dhe Edi Ramës është Belinda Balluku. Në rast se Belinda Balluku qerohet nga loja, ne na foli qartë Edi Rama, pavarësisht se ne deshëm e kuptu kur tha që mos hajdeni me marr telefonin tim, se telefoni nuk ja jap. Mos bëni provë, apo spuxoni. Çfarë pse tha këtë fjali? Për të thënë që ka një limit. Atëherë kjo është historia, pra ai kupton shumë mirë që rradha është e tij. Po patjetër. Po Rama nuk është budalla. Atëherë ka fol hapur. Me që përmendë Shabanicën shprehje. Po. Hodje mi cross tibi, thonë latinët, që do të thotë sot mua, nesër ty. Kjo është marrëdhënia midis Ramës dhe Belinda Ballukut, në mendimin tim, ëh? Se kjo shprehje latine e shpjegon gjithçka çfarë po ndodh. Dhe ta thash edhe herë,
ka marrëveshje midis Ramës dhe Ballukut, marrëveshje të re për qeverinë e re. Mirë, që të mos e harrojmë, sepse më kujtove nga Shabanica e Sorosit. Ato 3 propozime që ti ke bërë për Partinë Demokratike si linja politike dhe veprimi. Kur pret përgjigje? Jo, te mbledhja e radhës e Këshillit Kombëtar. Kur është mbledhja e radhës? Nuk është caktuar mbledhja e radhës, por sigurisht që unë do të çohem për procedurë sa po të filloj mbledhja që të kërkoj llogari për që të vish prapë në këtë studio. Patjetër. Okej. Atëherë, kemi edhe rreth 20 minuta kohë. Merremi pak me Partinë Demokratike. Po bën protesta. Nuk ka nevojë të hapësh televizorin dhe të dëgjosh lajmet sepse mund ta dish fjalë për fjalë se çfarë ka thënë Berisha kur ka njoftuar protestën e radhës. Ka thënë do jetë më e madhja në histori se ka parë ndonjëherë Shqipëria. Rama është i mbaruar, Rama është i rënë. Njerëzit vinë, shprehin revoltën e tyre, policia kundërpërgjigjet me gaz me sasi të pakursyera gazi, vjen era e gazit edhe në lagjet larg qendrës. Shumë e drejtë. Njerëzit dëmtohen, lëndohen, kthehen në shtëpi, Rama është prapë kryeministër. Pas një javë 10 ditësh, 2 javësh, një muaj, kur e vendos Berisha, ka prapë protest, prapë filmi i parë. Ka kuptim kjo histori, nesër ka protest prapë. Shiko, unë mendoj që opozita duhet të jetë më kreative në organizimin e protestave. Jam dakord që njëra protestë i ngjan tjetrës. Kjo nuk ka nevojë për koment dhe bim dakord për këtë. Unë do isha përqendres. Këtë e kam propozu edhe në organet e PD-s që të vazhdohet një qendres ndaj qeverisë këtë rast dhe për me shku edhe drejt sakrificës sublime të grevosurisë, por që ta bëjnë deputetët. Sepse ata e kanë marrë vot besimin e njerëzve, ata për të kërkuar çfarë? Për të kërkuar ato kërkesa që legjitime që ka opozita për mendimin tim, që është një qeveri tranzitore për organizimin e zgjedhjeve të reja. S'do kishte përkrahje ndërkombëtare. Një kërkesë e tillë. Nuk e di, sepse nuk mundesh me grevuri të imponosh rotacionin e qeverisë. Po, një nga mënyrat të jetë grevaurisë. Ndërkohë vazhdoj dhe në rast se mund bëhet paralizimi i jetës publike. Sa ajo që më habit mu, domethënë, ndërkohë që ka protestë, njerëzit vazhdojnë jetën e tyre. Po. Asnjë dyqan nuk mbyllet. Pra, kjo është e çuditshme. Domethënë, vendet e Europës perëndimore ku unë kam pa protestat, paktën në perimetrin rreth e qark, se s'po them që do paralizohet i gjithë shteti, ka një lloj solidarizimi të bizneseve me protestën, por edhe një lloj ruajtje. Kam qenë në Greqi deri në momentin që më lejoi me shku, kam qenë në protestë atje dhe këta që shisnin sufllaqe, kpuca, ku diun biznese të tjera çfarë ishin, këta mbyllnin grilet sepse ju kishte notë që protestuesit mos hynin në për dyqanet e tyre, jo për me vjedh, po hidhej sasi e gazit lotësies dhe këta hynin futeshin për çpotuar nga gazi. Domethënë. Kështu që përveç kësaj kanë dhe kulturë tjetër në raport me solidarizim. Ti mund mos jesh dakord me protestën, por nga ana tjetër je afër protestës dhe e mbyll çeperin atë ditë. Këtë nuk e kam parë në Shqipëri dhe më duket shumë e çuditshme për hir të vërtetës. Jo se do t'i kapësh njerëzit me zorë me i marrën protestën. Në rast se opozita nuk e gjen vetë, nuk frymëzon opozita. Okej, kjo është tjetër gjë, po them tjetër gjë. Tani o Kastriot të bëj pyetje. Po. Juglindja është e izoluar. Tham që deri te 85 nuk ka pas, po as për rrashkitje rrugësh atëherë. Ai takohet e këtij popullit Juglindjes për me i zon prit kryeministrit kur shkoi me helikopter në Korçë. Edhe me e rrethua dhe me i thonë kur do hapet rruga. Kemi kaq ditë që jemi izolu, bileta e autobusit ka shku nga 7 deri në 10.000 lekë, 12 smur me dializë para 3 ditësh nuk kishin pas mundësi për me marrë kurim, dhe ky vjen me helikopter. Pse s'u vua helikopteri për këta që kanë smundje, për këta që nuk shkon ambulanca etj etj. Unë besoj që kjo s'ka lidhje me Sali Berishën. Menimi im, që nuk frymëzon Saliu apo Flamuri apo tjetri. Pra këta njerëz, unë po të isha banori asaj zone, po ta them me sinqeritet, do të kisha shku me bogët punë, e kupton? Unë jam proteste zona ime, për rrugët, për këto që mendojnë aty. Atëherë çi pengon këta njerëz që të bëjnë këtë gjë pa Saliun edhe pa Llapën edhe pa çka të tjerët, Shejajn apo Qorrin, që nuk i pëlqejnë. Pra unë mendoj që kjo nuk ka lidhje protest partijake, kjo ka lidhje me rrugën më zotëri. Jo, patjetër që njerëzit duhet përgjigje nga ti. Ku përgjigjen? Po. Kur të cënohet mirëqenia, siguria, kur të cënohet familja, ti nuk duhet pyesësh fare kush është kryetari i opozitës. Po. Të njëjtën gjë kemi diskutuar edhe për
ligji për barazinë gjinore. Po. Kur kërcënohet familja, kur kërcënohet liria e fjalës, ka secili prej nesh ne sigurisht mund ta bëjmë kritikën ndaj PD-s, që PD-ja duhet bëj këtë apo atë. Patjetër. Por ne nuk mund të heqim dorë nga ajo që kemi për detyrë të bëjmë ne. Dhe protesta sigurisht që duhet kishte ndodhur. Jo vetëm për kaq më. Po ata duhet i thonë gjithë deputetëve të Korçës jepni dorëheqjen. Nuk ju duam na sotën të këtë pikë. Nuk ju duam më, pikë. Kush është drejtor rrugësh? Ministër transporti, gjithë nuk duhet shkelin më në Korçë, por duhet shpallen non grata. Ore kanë bërë Korçë nuk e dia vjet ka Seleniku. Nuk vjen pra, kjo është hyrja në Europë, se do të bim nga Greqia. Problemi është nuk është vetëm Korça, Na është bie pak shtrenjtë me avion Tiranë-Selanik për shkuar Shiko, Korçë. Kastriot ka pas linja ajrore në kohën e Metzogut, Tiranë-Korçë. Kam lexuar kujtimet e ka pas Tiranë-Shkodër, Tiranë-Gjirokastër. Po pra, mendoj është momenti ky më rikthy dhe herë, domethënë është debat i sinqertë, nuk e kam fjalën me utall. Domethënë të futet avion për me shku në Korçë. Unë për shembull du me shku edhe si të shkoj tani. Ose ai tjetri që ka thënë dikush që po vinte me avion po për në Shqipëri edhe kishte ca turbulenca përpara uljes në Shqipëri. Edhe tha, bëm gjithë ato rrugë për bukuri. Këtu në Shqipëri edhe ajri është me gropa, nuk e vetëm rrugët me gropa. Se isha dëgjuar një herë. Shiko, po e bën këta, kjo qeveri, po i filloi kjo fluturimet e brendshme. Zgushi me këto çan këto. Mo të garantoj që avioni do kthehet nohër. Po. Kur të niset për Korçë, do i ndodhe një problem rrugës, o nuk funksionon kulla e vërejtimit në Korçë, ose ja rrëndarë në ata që mu dhimbsën më shumë ishin ca shofer turq, nuk e di e pe atë kronikën, kishin ngel pa buk, një javë izolum, edhe rrinin pi kufitare, se s'kishin ku me shku. Edhe i mbarun tha, është kafja fundit, tha, dhe vakti fundit që kam. Dhe realisht po menoja me bë diçka më, me i çu ushqime, nuk e di tani. Por nuk ishin vetëm ata, ishin edhe të tjerë, pra se ne është rrugë shumë e rëndësishme, e kupton. Pra përdoret edhe nga ndërkombëtar, nuk është problemi vetëm i banorëve tanë. Jo, dhe këtë duhet ta bëjë qeveria sepse është përgjegjësia e qeverisë. Pikërisht, po ajo që ka drejtë që edhe banorët mund solidarizoheshin ta bënë. Prandaj po them dhe këtu, për që dikush mund na gjoj edhe të çoj diçka, por ajo që po mendoja më shumë është për këta që bëjnë 10.000 hapa në ditë. Nuk është ky rasti atje, se ke flaka 84 vjeçare që bëjnë 12 kilometra në kohë me ik në shtëpi tani, sepse ka ra ura më vëlla, e kupton. Pra nuk do gjesh shtigjet e dhis për me shku të shtëpia etj. Unë mendoj që ky moment, se prandaj mora si argument, do t'i shërbejë këtyre banorëve për me tregu dhe vetë në vete, por se i kemi thonë popull dele, qeveria e ujqërve lindi si pasojë e popullit dele etj. Ky ishte momenti që këta tregonin veten, se me votë kanë dritë, ja kanë dhënë Partisë Socialiste, nuk ka rëndësi. Po ti mund ja japësh votën, por nesër më del në opozitë qeverisë, apo jo? Në Vlorë ja dhanë 88 apo sa ja dhanë 88% apo 85%. Me dajre bile si ai kolonjës, i knojnë rrugëve ata që marrin pastaj edhe pa ujë. Problemi është që duhet me reagu për atë ky momenti tani, a e kupton? Dhe këtu nuk pyetet kush është kryetari i opozitës, jam dakord me ty. Prandaj mendoj që jemi fut një spirale shumë të rrezikshme. Unë jam dakord që ne gjithmonë kemi dalë të funit nga çdo histori, edhe nga perandoria osmane, edhe për me, ku e di unë tani, për komunizmin, kemi dalë nga perdja e hekurt etj. Po tani na është vrarë edhe nervi fare më burra, kupton? Pra nuk e di çfarë fati ka pas ky drama që kam lexuar shprehjet e Hitlerit që thonte sa fat për sundimtarët kur njerëzit nuk mendojnë. Mendoj që jemi kthy. Jo, është ëndra e lagur. Çdo diktatorit, mos mendosh ti. Unë mendoj që jemi kthy. Edhe pse them diktator? Sundimtar thot ai, po sundimtari diktator është, se sundon. Pra nuk vjen për me qeverisë, po vjen me sundu. Sepse ky, domethënë vjen një moment që sundimtarit në një moment nuk i pëlqejnë ligjet. Pra vjen nëpërmjet votës, siç është rasti i Ramës me 1 milion vota, me Ilir Metën etj. Në një moment nuk i pëlqejnë ligjet e veta. Dhe ai moment ndodh gjithmonë te këta, është manual. Pra edhe ky është në këtë moment që do me ndryshu ligjet tani. Unë mendoj që ky moment duhet kap nga opozita. E kap dot apo se kap, nuk e di ta them. Por një gjë kanë kuptuar ata, që këto janë muj vendimtar në përplasjen që po ndodh, domethënë shiko, edhe Hitleri dhe Mussolini nuk kanë ardhur në fuqi me grusht të shtetit ushtarake. Po pra, me grusht të shtetit kushtetuese kanë ardhur. Patjetër. Në parlamente kanë bërë me Reichstagun. Jo, kanë marrë, kanë ushtruar presion dhe kanë marrë vota të njerëzve të dorëzuar.
Ka marrë ligje speciale nga presioni nga Po, e vërtet. Jo, por nuk ka pas njerëz për djegjen e Reichstagut se ka qenë një manovër, domethënë po, ajo është operacioni me flamur të rrem që quhet. Ka qenë një manovër që Hitleri domethënë është rast studimor. Hitleri ka marrë ca vota dhe pastaj parlamenti i ka dhënë fuqi të jashtëzakonshme. E vërtet. Që të qeverisë me dekret edhe të nxjerrë jashtë loje dhe kushtetutën. Drejt këtij rasti po shkojmë dhe tani, pavarësisht se jemi në kohra moderne, jemi 100 vjet më vonë, se 1926, 33-shin, ku ka qenë Hitleri? Hitleri 33-shin, Mussolini 23-shin kanë ardhur kushtetë. Pra 100 vjet plus minus, e kupton, po. por nuk e di, ka fat shumë të madh Rama. Nuk e kuptoj, domethënë, këtë përgjumje të njerëzve, e cila për hir të vërtetës nuk ka as një lloj vendi për justifikime, qoftë edhe për liderët e opozitës, që unë jam dakord me kritikat. Problemi është njerëzit çfarë do bëjnë. Ne kemi diskutuar bashkë se në fund familja është e imja, nuk është e Berishës. Po pra, e kemi diskutuar bashkë. Kur cëlohet familja ime. Është si ajo historia që ke takuti atë zotnin të lagja jote që thonë bëj diçka. Dhe ti e sfidove i the hajde e bëjmë bashkë, po do kotizacion. Jo, po unë smerem, më kupton. Jo, ai as like në Facebook nuk po unë smerem. A kupton? Unë smerem, po tani kështu nuk funksionon domethënë. Larg bythës time, m'fal që po e përdor këtë shprehje. Po kjo është filozofia në Shqipëri. Ne jemi fatkeqësisht dhe kjo është dhe për arsye tjetër, që s'ka më njerëz. Se ne kemi pa bashkë Shqipërinë, kemi bë takime gjitha ne, këtu s'ka njerëz, ka nik njerëz. Njerëz mjaftueshëm ka për të bërë ndryshime, po s'ka nerv. Nuk e di që them, por kur krahasoj, isha tu pa shifrat e KQZ-s në përzgjedhje. Ka rënje drastike Kastriot, edhe në përzgjedhjet bashkiake, për shembull, që shikoj ato shifrat. Janë rënje domethënëse për mendimin tim, që kanë nik njerëzit. Dhe nuk e di kjo statistika ishte e vërtet që 75% kishte ra 75% lindje të Shqipëri, nuk e di. Varet nga cili vit ishte krahasim. Qofse është nga 90 apo. E lexova diku. Po cila është perspektiva e Shqipërisë, nëse ne do vazhdojmë kështu? Zhdukja e popullsisë. Po, pra. Dhe zëvendësim me një popullsi tjetër. Ka një masë që shtetet e tjera kanë qenë pozitat si neve, çfarë kanë bërë, domethënë. Se kjo duhet pa. Apo unë mendoj që duhet me fillu nga qeveria patriotike që të zgjidhet i qeveri patriotike në Shqipëri. Pra vim prapë ai modeli Orbanit. Po që të vishte qeveria patriotike duhet të kesh sa njerëz në bazë që artikulojnë ide patriotike, që fillojnë japin një perspektivë se njerëzit duan të shohin një vizion. Këto i kemi në mungesë. Çfarë mund bëhet brenda PD-s për një lëvizje patriotike? Se këtu jemi të ndarë, unë i kam lëvizje të jashtë partive, ti ke brenda partisë. Shiko, Kastriot, unë domethënë kam qenë një nga ata njerëz që bëm atë takimin kafen e famshme që u qujt me Saljanin, me Ali Mehmetin, me këta të votumit e tjerë. Mora pjesë edhe në takim në Durrës. Edhe gjithmonë pyesnin që ne ju po bëni fraksion, a kupton? Unë i thash nuk po bëjmë fraksion sepse te këta njerëz që ne ishim, ta nuk besonin të çështjet që unë besoj, që i trajtuam deri tani. Pra lufta kundër Sorosit, mbrojtja e familjes, etj. Dhe si mund të bësh fraksion me njerëz që nuk besojnë te ideologjia jote. Pra, e para është identifikimi këtyre njerëzve, është shumë e vështirë. Domethënë ka në Partinë Demokratike, po ideologjinë e vënë në plan dytë, ato që mendojnë është karriera. Po ka një institut konservator, ka lidhje me Partinë Demokratike apo nuk kam informacion për atë, domethënë nuk e di. Dhe identifikimi këtyre njerëzve është pak i vështirë sepse ta thash në plan të parë vendosin karrierën e vet, domethënë marrëdhënien specifike që kanë me kryetarin edhe promovimin në parti. Indieri Sokol Oldashi ka pasi shprehje të famshme në parti që ja dha një të ndjeri tjetër që ka drejtuar forumin, Gert Bogdanit, edhe ma ka thënë ai driti pas shpirtit të dyve, që tha, kur të hysh në parti, tha, do të hysh me prapanis nga muri. Kjo ishte ideja. Të ruhesh. Të ruhesh. Edhe mbase është rasti të theme që e përmende, shumë vjet përpara kam pasur nderin e madh dhe fatin e madh të takoj një 3 herë Arben Xhaferin, edhe 3 gjatë me të bisedoj. Më ka dhënë idenë që ka qenë politikani më inteligjent, më i kulturuar dhe më adetar që ka pas raca shqiptare në këto 40-50 vjet. E ke intervistu?
Jo, biseda miqësore. E kam prezantuar dikush tjetër? Po. Dhe e kam takuar në Tiranë, e kam takuar edhe në Tetov, e kam takuar edhe në Shkup. Ky qëndronte në Maqedoni, në Tetov? Në Tetov. Se në Maqedoni e di, po në Tetov. Tetov. Qartë. Ky bisedë që po them është bërë në Shkup dhe folëm për Thaçin, fliste ai, unë ngacmoja se doja dija ç'mendonte për Thaçin dhe për Rugovën, për këtë gjakun e keq që rritë mes të dyve që nuk gjeni gjuhën. Kalum te Nano Berisha. Dhe më habiti me një gjë që më tha, unë shpresat në Shqipëri i kam te Oldashi. A i thash politikane që duket që artikulon më sakt që ka mendim politik dhe a i duhet drejtoj Partinë Demokratike. Shumë interesante, se kisha dëgjuar një herë. Edhe unë u habita sepse, me thënë drejtën, unë nuk është e interesosha aq fort për politikën atë kohë, e shikoja Oldashin si jashmi, edhe më duke Luli më simpatik, me thënë drejtën, sinqerisht po flas. Luli nga aparenca duke më simpatik. Po. Oldashi nuk je i burr i bukur, e kupton? Jo. Plus që ky Luli vinte me pasaport nga jashtë, që kam bërë shkollë jashtë, në atë kohë ne jepshim shumë rëndësi këtyre që kishin bërë shkollë jashtë, po se Oldashi vinte nga Shqipëria. Nga terreni. Arben Xhaferi kishte kuptuar që nëse ka një të ardhmë me PD-ja, e ka me Sokol Oldashin. Të dy, do më thonë, kjo ngeli e pavërtetume, sepse... Po mbase edhe prandaj ndodhi aksidenti? Po. Kjo është një moment që nuk e njoh mirë si çështje, gjithsesi unë kam shkuar atje në vendngjarje në momentin që ka ndodhur, ka qenë mos gaboj data 19 apo 20 nëntore 2013-s, më kujtohet shumë mirë ky moment sepse ne sa kishim mbaruar protestën e armëve kimike. Do më thënë, kanë qenë ato ditë që kemi qenë dhe pa gjumë duke ne në bulevard dhe njënën tjetër ka qenë një lajm shumë i rëndë, do më thënë, që ishte e papritur. Por ka qenë një ngjarje që në fakt nuk u zbardh për mendimin tim. Dhe fatkeqësisht ka pas një lloj dakordësie politike për këtë çështje. Më kujtohet shumë mirë. As autopsia s'është bërë plot. Një gazetar i kronikës, që nuk ja them dot emrin, ka treguar një foto të çuditshme. Plak që s'mund të ishin shkaktuar nga makina. Po i kam dëgjuar, nuk i kam parë foton, kam dëgjuar Po se kam posedu, domethënë thjesht më ka treguar nga telefoni vet. E kam pas shoklaser të djalin, kam mbaruar masterin, domethënë kam qenë duke bëu masterin në gazetarisë. Dhe ma tregoi ai ishte punonte për një televizion të rëndësishëm, gazetar kronika dhe kishte akses. Dhe kishte edhe shumë lidhje me Semir Tahirin, se ishte ministër i mrenshëm Semir Tahiri në atë kohë, domethënë 2013 më sa i kishin marrë këta, 2 muaj kishte që ishte ministër, edhe ai kishte informacion, më kupton? Pastaj kam lexuar dhe reagimin e këtyre të Bencit, të makinës, që thonin që është shumë e çuditshme që të ndodh ky lloj aksidenti me këtë makinë, sepse ai ishte makinë shumë e mbrojtur, ishte bërë për edhe s'ka pas mos më ndodh kjo që ndodhi. Dëmtime të jashtme të rënda makinës. Që nuk bim dakord me këtë, domethënë që sepse prishe imazhi edhe i makinës i Bencit. Kupton se çdo aksident që bëhet normalisht bin pikët e makina është për siguri e para. Anglezët thonë, mund të çaret kafka në makinë, po ndërkohë që makina është dëmtuar rënd. Kam rritur puna deri te kafka jote, po makina nga jashtë të duket për bukur, edhe ti brenda me kafkë të thyer që nuk shkon. Unë nuk duhet të spekuloj sepse nuk e shikoj veten të kualifikuar për me trajtu këtë çështje. Por këto 2 informacione që i kisha i ndava, domethënë, çfarë di për këtë histori. Por që më ka habit një lloj konsensusi i bar politikës, më ka habit. Ky është prap një argument pro qëndrimit tim për demokracinë direkte. Kundër strukturave piramidale. Çdo strukturë piramidale është e shantazhueshme. Nëse më merr mua sot më ve kryetar të Partisë Demokratike apo çdo lloj partie në Shqipëri, do të bëj disa gjëra, nuk i bëj dot gjitha. Se dikush do vit ma ve rovolin ke veshi. Siç po kërcënohet Trumpi tani me jetë her pas here. Kështu që prandaj unë them që shpëtimi i vjen kur bëhemi shumë dhe kur kemi struktura kolegjale. Po kush e pengon? Sepse në një strukturë kolegjale ti vret njërin, por nuk vret të gjithë. Ka një shtet që udhëhiqet shumë me këtë ide që thotë? Zvicra. S'ka asnjë organ individual, s'ka kryetar bashkie, s'ka kryeministër, s'ka president. Të gjitha janë me kolegjume, me borde, me këshilla, organe horizontale, vetëm mënyrë për të shpëtuar nga presioni i madh i
i shërbimeve sekrete, Kush e pengon i organizatave këtë histori? kriminale, vedia jonë. Ne si jemi duke kërkuar një kushtetutë të re që të ketë këto elemente. Ma premtoi Sali Berisha mua në atë takimin në Po, në dy kohërik të 2022. 2022-shit, ke shumë drejt zoti Çipi, ta me atë të fillim. Kushtetutë të re me demokraci direkte dhe se ka zënë më ngoj që atëherë. Po Jo, bëhen 4 vjet. Çështje shumë e rëndësishme. Kjo që ke ngritë atëherë, sinqerisht. Unë them që nuk ka rrugë tjetër. Shiko, Aulon. Sa do i ndershëm tjeshti, o do korruptohesh, o do të vrasin në qoftë se ti je në majt piramidës dhe ti merr vendime për jetët e shumë njerëzve, përfshi dhe bizneset e shumë njerëzve të fuqishëm. S'ka se si. Historia këtë na ka tregu. Po s'ka mëse është normale. Por pse nuk është çështja e emrat e përvetshëm. Ta zëm se është Kastiliot Çipi miliarderi që ka fjet në politikë që i mban me rrok deputetët. Tani delti Aulon Kalari dhe më thua që unë s'do kem më fshatra turistik, s'do kem më të drejtë ndërtoj autostradat, posedoj aeroporte. Prita ata që se unë i kisha këto të gjitha, i kam ndërtuar unë këtë sistem. Ti mi morë. Ti vjen mi merr të gjitha, po sa kushton të vras ty? Më lirë se çat mi marrësh. Më lirë se sa të blej gjithë ata deputet që po blej që më shkojnë kot. Sepse unë tek e fundit të vi dhe ta bëj ofertën. Okej, Aulon, dakor, je burri zoti, e rrit e pazarin tënd. Ati tjetër të jepja $1 milion në muaj, ty do të jap $2 milion në muaj, po do mblesh të punoj prapë. Po s'mle do të heq qafe. Kurse nëse ne kemi të drejtën që ti bëjmë recall që quhet, prapë ndërprerjen e mandatit deputetit. Ne kemi të drejtën të bëjmë referendume. Ne kemi organe kolegjiale që na vendosin. Këta miliarderët e kanë të pamundur të na kontrollojnë. Pse? Se ata i mund të investohen me kërcënim, me shantazh, me korrupsion, ta bëjnë një ligj si Është duan. shpërndar. E bëre ligjin po, të dalin 10.000 shqiptarë që thonë duam një ligj tjetër. Po. Si do ja bësh, do i vrasësh 10.000, nuk i vjen dot. Ajo pra është shpërndarja. Dakor. Kemi një gjë tjetër për të thënë, jemi në fund. Unë du që të më ftosh edhe i herë tjetër për me fol për çështjen e Erjon Velisë. Unë jam në një gjyqje dhe kam shumë të rëndësishme që të rrëfehem du ta bëj të emisioni jot. Kur kemi të zhvillime për atë gjyq? Kam seancën e radhës e kam me 12 mars, po jemi drejt fundit sepse jemi te shqyrtimi i provave dhe Dakor, do brenda vija marsit këtu për me shqyrtu provat që unë kam dorëzuar sepse janë prova fantastike, domethënë, edhe besoj unë që do na ketë duhet interes. monitor? Po na duhet. Okej, do ta rregullojmë. Do të kemi edhe monitor, do të nxjerrim në ekran publiku të gjitha. Do të ne sjellësh provat ti përpunojmë përpara ti bëjmë Po, i kam gati. foto dhe sekuenca video. Çka kam thonë gjykat, duhet i nxjerr, domethënë. Sepse nuk ka mundësi për me i thonë diku tjetër. Kjo është një teaser, domethënë i dham një shije publikut që shumë shpejt do ketë një emision tjetër me Aulon Kalan ku do flitet për kuqen e bashkisë. Besoj se do ketë interes për mënyrën sepse është drejt pak kështu, domethënë qesharake situata. Do ketë interes. Ka element erotik? Po patjetër pra nga këtë ideja. Patjetër që po. O, i shkreti Erion. I shkreti Erion që duhet të përdorë sapunin e burgut. Po kishte shkruajt, nga fundit kësaj, kishte shkruajt padi që në rast se unë kërkoj falje, ai tërhiqej nga padia dhe Po janë zemërgjyrë të falin. Po pra, prandaj po them. Të falin, janë të krishterë. Ndërkohë unë e vazhdova gjyqjen, nuk kërkoj falje. Edhe mua më pëlqen që s'ke kërkuar falje. Faleminderit shumë për bisedën. Këtu përfundon emisioni për ditën e sotme. Mirupafshim javën e ardhshme.